Për gjatë një muaj nga data 30 janar deri më 28 shkurt, Galeria Arteve Pamore Nikolet Vasia në Durrës hap dyert për ekspozitën fotografike Imazhe nga Azia, e cila përmbledh mbi 20 vite udhëtime në kontinentin aziatik të fotografit italian Massimo Sareta. Janë gjithsej 84 imazhe si fragmente drite, kujtese dhe miti në një dialog të thellë mes lindjes dhe perëndimit, të cilat Sareta ka zgjedhur t'i ekspozojë në Durrës, një qytet që historikisht ka qenë udhkryq takimesh dhe kalimesh. Questo è un reportage. Janë pamje që paraqesin anë të ndryshme, antropologjike, kulturore, fetare të 7 vendeve aziatike, dhe është një punë që unë e bëj përgjithsisht në zonat jo turistike, dhe larg ujtave të operatorëve. Pikërisht për të prezantuar shpirtin e vendit, shpirtin e popujve. Durrësi është një port hyrëse, port komerciale, port të drejtlindjes për shumë vitesh. Mu dha mundësia të shfaqem në këtë qytet që është i mrekullueshëm. Nuk e njeh më parë Shqipërinë. Njoha një vend të mrekullueshëm dhe njerëz fantastik, ndaj jam i lumtur që gjendem këtu për të prezantuar këtë projekt. Në ceremoninë hapse të ekspozitës u theksua nga të pranishmit puna e madhe e bërë në terren nga fotografi Massimo Sareta, për të sjellë përmes secilit imazh një tablo më të gjerë të vendit, kulturës dhe traditave të popujve aziatik. Viti i ri në Durrës nis me një ekspozitë tepër të rëndësishme, të një fotografi tepër të rëndësishëm në nivel ndërkombëtar, si kundërsh Massimo Sareta, i cili vjen për herë të parë në galerinë e qytetit të Durrësit, por edhe në Shqipëri, sjell një botë të largët si kundërsh Azia, të përzier midis disa vendeve të largëta dhe kulturave të ndryshme mes tyre, nga Japonia, nga Kina, Laos, Kambodgja, Tajlanda e kështu me radhë, dhe është një rrugtim sa artistik, ashtu dhe konceptual, antropologjik, kulturor, social dhe politik, të një pune kërkimore të fotografit italian në 20 vite të themit përvojës tij në Azi. Nëse e vini re, nuk ka asnjë tentativë për polemik. Ka varfëri skamje, por gjithçka është në vendin e vet. Në të njëjtën kohë kemi qenë të kujdesshëm edhe për zgjedhjen e materialeve, veçanërisht në stampimin e librit dhe të fotove të ekspozuara. Ekspozita Imazhe nga Azia fton syrin dhe shpirtin të ndalen, të reflektojnë dhe të ndjejnë udhëtimin vizual mes kulturave, ngjyrave dhe historive njerëzore të kontinentit aziatik.